Habit Lulzim Basha, më thonë se jam dhe i biri i Enver Hoxhës. Kryetdemokrati Lulzim Basha shprehet se akuzat e fabrikuara në emër të tij nga dëshmitarët e luftës së UÇK-s janë shumë pak në krahasim me ato çka janë thënë për të nga kundërshtarët. Basha kujton se i është thënë se është i biri i diktatorit Enver Hoxha apo të tjera akuza se familjen e ka në Hollandë dhe jo në Shqipëri. Kreu i PD-s thotë se këto akuza që bëhen në emër të tij e pengojnë atë të bëjnë punën e tij si lider i opozitës, krizën ekonomike, skandaleve qeveritare, zgjedhjeve që ai duhet të ofrojë. Kjo është me vogla që kanë thënë për mua. Mua më kanë thënë që jam i biri i Enver Hoxhës. Më thonë një herë në javë që nuk e ke familjen këtu, e ke në Hollandë, dhe dëngla të tjera këpusin ditë për ditë. Nëse unë merrem ditë për ditë me shpifje dhe gënjeshtra që hedhin ndaj meje, unë nuk kam kohë të merrem me detyrën që kam karshi shqiptarve. Në këtë kohë, më privon të bëj detyrën që kam sa i përket krizës ekonomike, skandaleve qeveritare, zgjidhjeve që duhet të ofroj. Pavarësisht se kanë thënë se është nipi i diktatorit, në fakt zërat korridoreve, Basha më tej ka treguar pse nuk ka pasur akses në hetimin e luftëtarëve shqiptar dhe luftën e UÇK-s në tribunalin e Hagës. Në tribunalin e Hagës dhe në departamentin e drejtësisë kishte disa rregulla fare të qarta. Shqiptarit, legal oficer kur nuk i besoi një çështje kundër UÇK-s. Në fakt as kroatit. Skuadrat që hetonin krimet e luftës ndaj serbëve ishin plot me legal oficer shqiptar dhe kroat. Në çështje kundër shqiptarëve nuk ishte kur shqiptar dhe as kroat, si rregull. Mund të ishin të vendeve të ndryshme të Europës dhe ky është një rregull i qartë për çdo që e njeh sadopak unë mikun. Lulzim Basha kur dhe po të dëshironte nuk mund të kishte akses në asnjë faqe të vetme të një hetimi të vetëm ndaj çdo shqiptari, ndaj çdo luftëtari, ndaj UÇK-s.